Dhe mbledhjen e Këshillit, rendit ditës më është bërë i njohur, me rendite si më poshtë projekt vendim numër 316 protokollit për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën deri në 6%, periudha 1 deri me 31 dhjetor 2021. Projekt vendim 328 protokollit për miratimin e vendeve vakante të anëtarëve të Komisionit Përhershëm të Këshillit Bashkiak. Projekt vendim në protokollit 369 për miratimin e vendosjes kritereve specifike për familjet aplikuese që nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, të cilat do të trajtohen nga fondi i kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6%. Projekt vendim numër 370 protokoll për miratimin e fondit për shpenzimet telefonike. Projekt vendim numër 371 protokollit për miratimin e propozimit për dhënien me kontratë qiraje të fondit kryor kullosor në administrim të Bashkisë Mjedit, funksion të ushtrimit vëndëtarive të parashikuar në licitacionin fuqi për pyjet, kullotat dhe livadhet për vitin kalendarik 2022 Bashkia Mjedit. Projekt vendim numër protokollit 373 fraksion 2 për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave numër 40 datë 23/2019 për dhënien në përdorim heqjet të tokës, fond kryor kullosor me sipërfaqe 0,777 hektar në ekonominë kryore, Gryka Projekt Veles në pronësi të Bashkisë Mjedit, funksion të sipërfaqes së ndërtimit pikë karburanti, objekt shërbimesh, një katëshe dhe objekt peshlodhës se arktim në rrugën e Kombit. Projekt vendim numër 376 protokollit për miratim sasisë së konsumit karburante për automjetet e njësisë Bashkisë Mjedit. Projekt vendim numër 377 protokolli kryetarit Bashkisë për miratimin e kalendarit buxhetor AFAPES-ën 2023-2025. Projekt vendim numër 424 fraksion 1 për miratimin e vend grumullimit dhe asgjësimit, gruposjen të kadavrave të kafshëve dhe gropat septike në fshatin Ndërfan, njësi administrative Arshen. Projekt vendim 448 protokollit për miratim të lisës për riparimin e mjediseve të përbashkëta dhe në bashkëpunësi në ndërtesat kolektive në qytetin Arshen dhe Rubiksi dhe në objektet administrative në Bashkinë Mjedit, të sigura me dëmtime të lehta dhe të pjesme përfitues nga grantet e rikonstruksionit. Projekt vendim 449 protokollit të kryetarit të Bashkisë për miratimin e pagesë qiras për një periudhë 1 vjeçare sipas vlerës të rregullt për familjet e pastre. Projekt vendim 450 fraksion 1 protokollit për ndryshim vendimin numër 98 datë 24/11/2021 për miratimin dhe depozitimin të ri të përkohshëm të mbetjeve inerte dhe projekt vendim 452 fraksion 2 protokollit për miratim për heqje nga fondi kryor të sipërfaqes prej 0,1 hektar në parcelën 102A të ekonomisë kryore kullosore Lugina Fonit Madh në pronësi të Bashkisë Mjedit për realizimin e projektit dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike qytetit Arshen, njësi administrative Arshen. Kush është dakord me rendin e ditës? Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit ditës. Projekt vendim numër 316 protokoll të kryetarit të Bashkisë për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar në blok ndihmën deri në 6%. Lista është dërguar me email. Ka kusht pyetje? Po? Maria? Një minutë. Me qenë se jemi në fillim viti kalendarik edhe unë uroj suksese dhe uroj që Këshilli domethënë të ndërmarrë her pas here të realizoj projekte, të miratoj projekte që kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë jetesës së komunitetit tonë dhe e konsideroj pozitive ose si një nisje të mbarë mbledhjen e sotme për shkak të
disa projekt vendimeve që kanë të bëjnë direkt me përmirësimin e cilësisë jetesës. Them përmirësimin e cilësisë jetesës, përjashtu 2 projekt vendime që mu s'para më pëlqejnë, siç janë ato dhënia me qira me gjithashtë në mbështetjet ligjore, domethënë për aktivitetet që mund të planifikohen, pa për tjerat është absolutisht gjitha projekt vendimet janë për mua një nisje e mbarë dhe po I them për t'ju thënë ju lumt se ajo është detyra që duhet bëni dhe si administrat po dhe ne si këshill. Për sa I përket pikës parë të rendit ditës, ndoshta unë tjetër po e përfshi dhe kriteret, me qenë se edhe kriteret janë për ndimin ekonomike për 6% që jep bashkia. Tek pika e parë, ne vazhdimisht kemi kërkuar listat. E di, po thash unë mos të marr ma fjalën se s'desha me fol ma. Kriteret janë pak a shumë. Po duhet të kalojmë këtë sa projekt vendim vetë. Unë desha të di në fakt pak a shumë unë e njoh komunitetin këtu, unë kam pasur lista. Janë rreth 90 familje, Martë më duket? 99. Rreth 90 e sa familje. Faktikisht janë goxha. Unë nuk e di njësitë administrative kishin më pak, se sigurisht atje popullsia është. Sigurisht ka lëviz popullsia dhe janë më pak familje, por desha të di në kriteret që ka 6% që vjen nga grandi, nga shteti. A lejohet që kjo kategori që marrin për krahje, megjithëse ajo për krahje është nuk di që atë thamë, është qesharake, se të marrë një individ merr 18.000 lek, minimumi ishte 18.000 lek. Dhe çfarë mund të bëjmë me 18.000 lek? Sigurisht çdo person, nuk e them unë se kjo është I bie nesh edhe vendimeve qeverisë, por çdo person që ka një mundësi me gjetë me I shtu diçka asaj 18.000 ose me gjetë një punë në të zezë le ta bëje. Por në kritere lejohet që personat që marrin këtë ndihmë ekonomike të jenë të punësuar? A keni ju në lista? Në rast se konsu assigurazione jo. Jepja mikrofonin. Atëherë ju lutem, kriteri edhe nëse një familje është përfituese në sistemin 6% deri në momentin deri më sot, nëse ai fillon punë, përjashtohet nga ai të mpyet për kriterin ligjor. Kriteri ligjor është ky, në 6% nuk lejohet nëse jem punë. Shkurt. Me qenë se ka dhe raste të tjera të ngjashme me këto, se ta supozojmë në të njëjtën gjendje situatë varfërie mund të jetë dhe një person tjetër I cili nuk ka arrit dot me gjetë një punë, punon zezë, nuk ka zero të ardhura. Dhe ky person realisht nuk trajtohet, e supozojmë, ka raste që edhe se trajtohen gjithë, për shkak edhe të kritereve, I penalizojnë dhe kriteret. Do me thënë, nuk janë rastet barabarta, dikush që ka një punë në të zezë, dikush tjetër që janë të njëjtën situatë varfërie nuk merr për krahje. Në fakt edhe puna zezë tek ndihma ekonomike është kriter për ta deklaruar, shpeshherë e deklarojnë një punë sepse nëse deklarojnë një të ardhur zero edhe një herë. Nëse deklarojnë një të ardhur zero, përjashtohen automatikisht, aplikimi nuk del fitues dhe përjashtohet. Nëse nuk e deklaron pra një diçka, o punë në të zezë, o të ardhur nga burime të ndryshme të emigracionit e gjëra të tjera. Pra sistemi, atë që deklaron të ardhura zero e përjashton. Por në 6%, tek 6% kriteri I punësimit është përjashtues. Por kjo nuk do të thotë që nuk kanë deklaruar të ardhura në të zezë si themi ne, sepse jo legale, po. Atëherë, në fakt, këto kriteret janë një sër kriteresh, ku ju I keni pat, po si na fut akoma te kriteret specifike, po. Por, kriteri numër 1 është që të jetë aplikant dhe të mos të ketë dal nga skema për pikë. Pra, nëse një familje nuk është aplikante këtu, nuk mund të jetë tek 6%. Jo, dhe ky është kriteri numër 1. Pa qenë në sistem, aplikant nuk mund të jesh përfitues, as në 6%, as në sistem. Dhe mund të ketë plot familje që thuti, por që personat nuk janë anëtar madhor të familjes, janë jashtë kriterit përfitimit, nuk plotësojnë këto kriteret që janë të shkruara këtu, se unë po e kuptoj kuptimin, është ka plot familje të cilat nuk janë, një kategori tjetër e cili ka anëtar madhor të familjes së shtetit. Dhe kjo ishte besoj ajo që unë e lexova, pa thënë ti, që kjo është kriteri numër 1 ti jesh aplikant.
Po nuk qenë sistem, nuk ke çfarë çekon. Edhe 6% që kalon përmes sistemit, po ndërpërmjet çekimit të administratorëve social të njësive administrative. Brenda këtyre kritereve që është këtu. Po është rrit masa e përfitimit, po për dhjetorin tek ne është dhjetori, në janar doli sot. Po është rrit 10% për të gjitha familjet dhe është 2 fishu për familjet që kanë 3 fëmijë dhe sipër. Është goxha për familjet të cilat kanë 3 fëmijë dhe sipër. Edhe për viktimat e dhunës dhe trafikimit. Është 3 fishuar. Ky është ndryshimi ligjor që ka ndodhur në vitin e kaluar për që hynë fuqi me 1 janar të 2022-shit. Ju faleminderit. Ka kush në që tjetër? Atëherë, kush është dakord me projektvendimin? Kundra? S'ka abstenim? S'ka, miratohet? Vazhdojmë me pikën e dytë të renditdites. Projektvendim për miratimin e vendeve vakante të anëtarëve të Komisionit Përhershëm të Këshillit Bashkiak. Kemi pas vende vakante dhe vende më është dërguar projekti. Ka kush në problem? Kush është dakord? Po. Merret mikrofonin. Kënë e tjetër Aljosh, nuk e kjo. Për sa i përket komisioneve të Këshillit, do t'ju lutesha gjithë këshilltarëve që janë anëtar komisione për disa projektvendime të veçanta që kërkohet kvorumin komision, ose të marrim pjesë në mbledhjen e komisioneve, ose më mirë të japi dorëheqjen në atë komision, sidomos në komisionet e përhershme, sepse janë çështje me rëndësi, du të trajtohen në komisione dhe shohim vështirësi si në komisionin e shërbimeve publike, si në komisionin e ekonomisë, si në komisionin e vlerësimit figurave, kështu që edhe i herë ata që kanë mundësi që t'jenë në komisione do t'ju lutesha të marrin pjesë, sepse e bëjmë edhe më të thjeshtë mbledhjen e Këshillit Bashkiak për t'i diskutuar këto projekte, pasi rezaurohen në komisione, edhe jo të marrin pjesë dhe të kemi emrin aty kot në komisione kur nuk marrin pjesë. Faleminderit. Faleminderit. Ka kush në problem tjetër? Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Vazhdojmë me pikën e tretë të renditdites. Projektvendim për miratimin e vendosjes kritereve specifike për familjet aplikuese që nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, të cilat do të trajtohen nga fondi kurszor për blok ndihmën ekonomike deri në 6% ose me fondet buxhet. Hajde, ndek. Atëherë, kush ka Marie? Mikrofonin. Me sa dëgjova dhe nga shefja e zyre sociale, më duket se këto kriteret në fakt ne na kufizojnë mundësinë që të propozojmë kriteret tjera për shkak se kufizimi që nga i tillë se nëse këto familje kanë apliku dhe nuk kanë fitu, nuk janë aplikant, nuk mund të përfitojnë 6% e bashkisë. Unë i kam pa kriteret me shumë vëmendje dhe më vjen mirë që pjesa dërmuese e kritereve favorizojnë gratë. Nga njëra anë vjen mirë, nga ana tjetër më vjen keq se pesha e varfërisë dhe e problematikave bie mbi gratë dhe mbi fëmijët, mbi gratë nevojë dhe mbi fëmijët e tyre. Aty janë përsaktu shumë mirë, shumë saktë, unë më pëlqeu një sër kriteresh, por që unë propozoj një 2 kritere nëse mund të jenë familje aplikanta, mund të mos jenë, por nëse janë paktën të përfitojnë. Nuk përfitojnë nga shërbimet sociale të bashkisë gratë 7 zonat dhe nënat me fëmijë të vegjël. Unë njoh raste plot për shkak edhe punëve që kam lëviz në gjithë rrethin,
njoh raste plot të problematikave të varfërisë të grave që janë 7 zona që janë në familje të varfra, që janë pjesë e familjeve të varfra, që ata mase aplikojnë edhe mund të përfitojnë 6%, por që një trajtesë e veçantë për gratë 7 zona dhe fëmijët dhe gratë me fëmijë të vegjël nuk e kam pa tek kriteret. Një kriter përfshit e gratë, vajzat që janë me fëmijë që nuk u njihen atësia, por që janë pjesë e familjeve të veta, e prindërve, jetojnë ke prindrit. Këtë kriter po. Po një kriter tjetër, jo gra që janë me fëmijë të vegjël, që ju njihet atësia, sigurisht janë me burra, janë me familjet e tyre, jetojnë ndoshta ose nuk jetojnë me familjet e burrave, por që gjendja aty në ekonomike është jashtëzakonisht e vështirë. Unë di raste, një 2-3 raste në qytet, bashkë kemi diskutuar një 2-3 herë, rasti që sepse një pjesë i kanë dhe me ushqim fëmijët që nuk kanë as mundësi me ble atë ushqimin me formulë si që jep mjeku për ta trajtuar fëmijën. Dhe unë di raste pafund që fëmijët marrin qumësht të fshati dhe përfundojnë në spital për shkak të helmimeve, për shkak të mos mundësisë për ta marrë atë ushqim që i takon fëmijës. Them që këto 2 raste duhen trajtuar Marte. Futin kritere, nëse janë e para jenë ka shans të ketë raste nana me fëmijë që të mos jenë përfituese ose në sistem ose të mos jenë 6% nëse plotësojnë kushtin aplikim. Nëse nuk janë në sistem, nëse nuk edhe kushti aplikim i përjashton për arsye të mos pasës krye familjare. Dhe ky nuk është kriter ligjor për të përfshi as tek 6%. Vetëm nëse janë në proces divorci, ku ne nuk mund të stimulojmë divorcin, të themi shkoni në gjykatë për me shkatërruar familjen në rast se personi krye familjarin se kanë këtu. Dhe nuk kanë shans të mos jenë o përfitues në sistem, se të gjitha këto familje që kanë fëmijë të vegjël janë përfitues në sistem dhe e marrin 200% tani. Nuk ka shans. Mund të flasësh me emra dhe unë emrat i njoh të gjithë. Nëse më thuaj emrin, të kallëzon se cili është kushti ose cili është kriteri që nuk e plotëson për ta fituar. Por nuk ka shans. Familjet të cilat kanë fëmijë, e kanë 2 fëmijë, e kanë dhe me 1 fëmijë janë fituese në sistem. Nëse plotësojnë kriterin ligjor aplikim. Nëse nuk kanë aplikuar në sistem, nuk kanë kryer familjarin për të aplikuar këtu, nuk mund të jenë përfitues. E vetmja gjë mund të zgjidhet me anë të një fondi të posaçëm të bashkisë, nëse ju e keni mundësinë për ta bërë dhe për ta miratuar, mund ta fusim kriterit tek ata që trajtohen nga fondi i bashkisë. Vetëm këtu mund të jenë me këtë lloj kriteri. Herë tjetër nuk mund të jenë. Sepse ligji është i njëjtë, domethënë, edhe për kriteret e 6% edhe të sistemit, nëse krye familjare nuk është prezent, nëse një antar madhor nuk është prezent, nuk të lejmë apliku. Dhe këtu bie. Ndërsa tek 6% mund ta fusim këtë lloj kriteri, miratojmë këtu, e çemi e konfirmojmë dhe mund ta fusim. Nëse ka fond patjetër, nëse s'ka fond. Dakor. Ju falenderoj. Faleminderit Marte. Ka kush në kriteri tek fondi i bashkisë, nëse keni lek. Ka kush në tjetër? Atëherë kush është dakord me projekt vendimin? Kundra, s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Vazhdojmë me pikën e 4 të renditdites. Projekt vendim për miratim fondi për shpenzime telefonike. E 10.000 lekë. Shpenzim fonde telefonike, po. Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Pika 5 e renditdites për miratimin e propozimit për dhënien me kontratë qiraje të fondit përjor kullosor në administrim Bashkisë Mirdit në funksion të ushtrimit vëmëtarive të përbashkëta të parashikuar në legjislacionin fuqi për pyjet kullotat dhe livadet për vitin kalendarik 2022. Kanë kaluar në Komisionin e Ekonomisë, zoti Lusha, dhe të pyjeve dhe infrastrukturës. Atëherë faleminderit. Pika 5 e projekt vendimit numër 371 kaloi në Komisionin e Shërbimeve Publike dhe Infrastrukturës.
edhe i herë du t'i mshoj faktit pasi problematikat hasim në mbledhjen e komisioneve. Ose mos mblidhemi, ose antarët e komisionit të jemi prezent. Aty kurumi ishte mjaftueshëm me 4 antarë, por du t'jemi, përderisa kemi kërkuar që t'i trajtojmë këto çështje kryesore në komisione, du t'jemi pothuajse gjithë antarët e komisioneve. Pasi detyrohemi nga ai rast të mbledhim 2 komisionet për të marrë një vendim në një komision. Konkretisht për sa i përket këtij projekti, që i paraprin edhe kalendarit që do të jetë në vitin 2022, për pothuajse është një projekt në parim, programimi për dhënie fonde pyjore kullësore. Aty në atë komision du të falenderoj edhe përgjegjësin e pyjeve dhe drejtorin e agjencisë pyjeve, pasi ishin prezent dhe në detaj shpjeguar në komision. Dje se falenderove. Të lutem. Shë i ke thënë dje. Tani është fjala për ata na sqaruan zoti kryetar për gjithçka u morë vendim në atë komision, edhe në pikën 6, për sa i përket dhënies me qira të zonës Gryka Projt Velës në pronësi të Bashkisë Mirdit funksion sipërfaqes për ndërtim pikë karburanti objekte shërbimesh. Ne para një viti kim kaluar një projekt tillë, por është një projekt me ca përmirësime, ndryshime në autostradë karburant Toma. Po. Afër projekt janë piketa që shkojnë. Pra ne jemi mbledh sot për t'i diskutuar me radhë, a e kupton? I diskuton dhe vendimet i merr Këshilli, nuk është se i kemi kaluar ne. Kështu të gjitha këto pika zoti kryetar kanë kaluar në komision dhe Faleminderit. Okej, faleminderit. Për sa i takon komisioneve, ne në të ndryshimet që miratum se vërtet është shqetësim mbledhja komisioneve. Ne kemi bërë përmirësimet e duhura që çdo komision të paktën të ketë 50+1% të antarëve. Duke pas parasysh këshilltarë që morrin pjesë në gjithë komisionet që e përhershme që duhet të funksionojnë normalisht. Komisioni nuk është një praktikë rutinë dhe formale, komisioni është pjesa më e rëndësishme sepse jo vetëm që diskutohen në mënyrë specifike sipas profesioneve që kanë antarët e Këshillit, por ndihmon dhe lehtëson edhe mbarvajtjen e mbledhjes së Këshillit. Kështu që gjithë këshilltarët duhet ta kenë parasysh të problem. Atëherë kush është dakord me projekt vendimin numër 5? Kundra? S'ka. Abstenim? S'ka. Miratohet. Vazhdojmë me projekt vendimin numër 6, me numër protokollit 376, për miratimin e sasisë konsumit të karburantit për automjetet dhe njësitë administrative të Bashkisë Mirdit. Janë pothuajse në ato nivele që ka qenë edhe në projekt vendimin e vitit të kaluar, të 2019-s. Ka kusht në pyetje kanë kaluar edhe në komision. Kush është dakord? Në karton, kundra, s'ka. U votu kë? Po, s'ka gjë. Po, ordëro. Po. Po, kale. Ka 3 fishin e fshatrave. Me pej ka I bot. Ma 30 kilo. Është për territorin? Po, po.
Duke qenë se njësia administrative fon është njësia më e madhe, është gjyku që po si hapësirë dhe si numër, edhe si në gjitha dimensionet. Në të gjitha dimensionet që i përket si njësi dhe është mendu kështu. Okej, dakord. Ka kush ndonjë problem tjetër? Atëherë kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Është 377. Që nuk kemi. Kalendari është? Kemi këtë 373-in e kaluam në 376 për konsumin. Po, vazhdojmë me projekt vendimin numër 7, me numër protokolli 377, për miratimin e kalendarit programit bugjetor afat mesëm 2023-2025. Keni edhe listën e kalendarit. Ka kush nej? Kush është dakord? Me karton ju lutem. Me karton. Kundra? S'ka. Abstenim s'ka. Miratohet. Atëherë vazhdojmë me pikën 9 të rendit ditës. Projekt vendimi numër protokolli 424. 423-in e kaluam në 373-in. Të 473-in, 373-in e kaluam në të projekt velës. Kemi kalu i tjetër. Kemi kalu shteme. Atëherë vazhdojmë me projekt vendimin numër 9 për miratimin e vendgërmullimit të zgjesimit, groposjen e kadavrave të kafshëve dhe gropat septike në fshatin Narfan, njësia administrative Rrshen, bashkia Mirdit. Ka kush nej? Për gjithë bashkinë, po. Patjetër. Po. Atëherë kush është dakord? Kundra? S'ka. Abstenim s'ka. Miratohet. Vazhdojmë me projekt vendimin numër 10. Po. Për miratimin e listës për riparim të mjediseve të përbashkëta dhe në bashkëpronësi në ndërtesat kolektive, pallate në qytetin Rrshen dhe Rrubik, si dhe objekte administrative në bashkinë Mirdit, të klasifikuara me dëmtime të lehta dhe të mesme, përfitues nga grandet e rikonstruksionit dhe masën e vlerës për këto objekte, sipas preventivave të hartuar bashkia Mirdit. Ka kaluar në komision për kacë të infrastrukturës. Ka një ndryshim për vlerën, që ka po si pas preventivave, kështu që ka kush ne? Kush është dakord? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet? Projekt vendim numër 11 me numër protokolli 449, miratim e pagesë qiras për një periudhë 1 vjeçare, sipas vlerës tregut për familjet e pastreh bashkia Mirdit. Ka marrë afati 1 vjeçar, bëhet
ripërtritja e sipas listës bashkangjitur. Po, Pagesat e bonuset e qeras janë problematika që do t'jenë në vite, ndër vite. Tani, për t'i paraprik kësaj, kjo është një zgjidhje afat shkurtër që bashkia aplikon me, domethënë bashkia vend dispozicion ca fonde, këto janë aplikues pa shtëpia dhe përfitojnë bonus qeraje. A ka, unë e di që plani i përgjithshëm i bashkisë është 15 vjeçar, është hartu ka qenë miratu në këshillin e mëparshëm. A ka në projekt ose në plan, ose është përfshirë në atë plan ato banesat sociale? Banesat sociale janë një zgjidhje e përhershme për kategorinë e familjeve që sot përfitojnë bonus qeraja. A keni ju në informacion në ndjenin tuaj? Ka në plan për të përfshi projekt për banesat sociale? Jo mja u ba aty në banesat sociale, hynë me qera, me një qera simbolike, është banese vetja, nuk e nxjerr njëri nga shtëpia, është më mirë se sa këto lloj zgjidhjesh provizore. Unë e sugjeroj këtë, nuk e di. Informacion. Jo, kjo nuk ka lidhje me këtë, se kjo është bonus qeraje për banesat e dëmtuara dhe që do t'u jepet shpërblimi për të bërë shtëpiat. Po jo. Po pra, po. Janë pak. Jo, është kjo kategori. Fiks është kjo kategori, se ma ka unë listë. Kjo animo. S'kemi tokë, s'kemi tru. Në pashtë ka kalu mrapa, po më kalu, më gjej. Jo, kam dhu një tjetër, janë dy, nuk është vetëm tizi, janë dy. Po pra, andaj. Po pra, di që s'është jo. Nuk është kategori e tërmetit. Kështu që këto familje janë, nuk kanë shtëpia, janë pas 3, janë me qera, nuk kanë mundësi me shtëpi qera, aty kanë bashki për bonus, edhe kjo është e mirë pa një zgjidhje tash provizore. Zgjidhja përhershme janë banesat. Zgjidhja e përhershme është jo. Deri ne është bërë tentativa dhe Agjencia Kombëtare e Banesave është gati të ndërtojë 2 apartamente, pallate, por nuk kemi akoma trull. S'ka trull për ku ashtu. Nuk është regjistru, trulli ku ne patëm parashiku për të bërë banesa sociale, nuk është miratu akoma sepse nuk është bërë prone e bashkisë. Atëherë kush është dakord? Me të provet vendim kartonat. Kundra? S'ka, abstenim s'ka, miratohet. Atëherë kemi projekt vendimin numër 8. Kemi për disa ndryshime në vendimin, se unë e pash se nuk e kemi miratuar. Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Bashkisë numër 20, datë 23/2019, për dhënien në përdorim heqjet të tokës fond pyjor kullosor në sipërfaqen me 0,777 hektar në ekonominë pyjore Grykat e Projekt Velës në pronësitë Bashkisë Mirdit në funksion të sipërfaqes për ndërtim pikë furnizimi me karburant, objekt shërbimesh, një katëshe dhe ambjente shlodhëse arktimi rruga e kombit nga shoqëria Dizi SHPK. E kemi pas dhënë, ky ka heq një sipërfaqe, sepse nuk e do gjitha sipërfaqet që kemi miratu 2019 dhe bëjmë ndryshimin, po. Kjo është, këto janë koordinatat e ngastrës kadastrës. Po, shkjes. Këto ma. Kush është dakord? Ka kaluar edhe në komision. Kundra, s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Pika 12. Për vendim nëmër 12, për ndryshim në vendimin nëmër 98 datë 24/11/2021 për miratimin e vend depozitimit të ri të përkohshëm të mbetjeve inderte Bashkia Mirdit. Po.
Merre mikrofonin. Pika 12, projekt vendim numër 450 fraksion 1, u diskutu dhe në Komisionin e Infrastrukturës dhe Shërbimeve Publike. Dhe projekte tilla ne kemi marrë çdo vit vendim pasi një vend depozitim i inerteve, sidomos inertet e ngurta, është domosdoshmëri për bashkinë tonë. Por ti projekti i paraprin pas këtij miratimi, pika 6, për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Bashkia Mirdit, Agjencia e Inspektimit, Kontrollit dhe Emergjencave dhe Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit. Do doja, zoti kryetar, pasi në këtë projekt u diskutua edhe në komision, që për vend depozitime të tilla, për periudhën 1 vjeçare që kaloi, du kërkoj që në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak të kemi një relacion shpjegues për sa i përket hedhjes inerteve të ngurta në territorin e Bashkisë Mirdit. Ashtu siç thash, një vend depozitim inertësh kemi miratuar dhe do të miratojmë vazhdimisht, por është fakt. Me falë se s'kam marrue, pastaj ta japim fjalën. Është fakt, zoti kryetar, që në unazën e vogël të Rrëshenit hidhen inerte. Tani po dalim, keni dalë xhiro dhe shëtitje në unazën e Rrëshenit, është e papranueshme që në lumë të hedhim inerte. Qose unë, si qytetar, si Aleksandër, e marr atë guxim dhe hedh një makinë inertësh që nxjerr nga shtëpia ime për një riparime të veçanta, absolutisht do të kontaktohem nga policia, nga Inspektorati i Mjedisit Bashkisë Mirdit, ndërsa një firmë, kompani ndërtimi që është me tonelata, me kamiona në mënyrë të vazhdueshme hidhen në lumë. Do t'i lutesha ti Inspektorati. Duam na sjellni një relacion, nuk kam nevojë blet sepse nuk je pjesë e këtij. Po du Inspektoratin, agjencinë që ka për detyrë penalitetet. Ti ke bën një projekt për këtë vend depozitim dhe jemi krejt dakord. Por du një relacion për këto firma inertësh. Konkretisht në Bashkinë Mirdit është kantier ndërtimi dhe po punohet kudo, në rrugë, në trotuare, në pallate, në mënyrë të shkëlqyer. Ka një ndotje minimale, se si po punojnë po shohim të gjithë, por ndotja vjen nga firma të tjera, që vinë e marrin dhe edhe fitojnë tendrat dhe ato tendra si vazhdojnë, si shkojnë në lumë. Prandaj do të lutem sekretari i Këshillit, në mbledhjen e ardhshme të Këshillit, të kemi një relacion shpjegues nga ky inspektorat. Faleminderit. Urbanistika dhe inspektorat. Po flas për unazën ku afër qytetit, se për gjithë territorin është problematik pastaj. Për gjithë territorin absolutisht po. Absolutisht po. Po. Ka kush në gjë tjetër? Atëherë kush është dakord? Kundra? Ska, abstenim? Ska, miratohet. Dhe projekt vendimi numër 13 me numër protokolli 452 fraksion 2 për miratimin dhe heqjen nga fondi pyllor sipërfaqes prej 0,1 hektar në parcelën 102 të komunisë për Lugina. Këtë e kaluam duket. Për Lugina fondit madh në pronësitë Bashkisë Mirdit për realizimin e projektit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike të qytetit Rrëshen, njësia administrative Rrëshen, Bashkia Mirdit. Është fut përkohësisht sa të bëhet ndryshimi i destinacionit të asaj toke vetëm 1-2 lym, sepse është bllokuar gjithçka dhe nuk ka më asnjë vend për varreza në varrezat e ekzistuese, kështu që pastaj
në një mbledhje tjetër, pastaj do të marrim vendim për zgjerim të sipërfaqes. Përkohësisht sa për po. Jo, është te baza armatës. Te baza armatës. Po. Kush është dakord? Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Atëherë këto ishin. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe për vëmendjen.